Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithë ju dëgjues të emisionit Një ditë në jetë. Ja ku jemi edhe sonte, një ditë në jetë. E djeshmja nuk kthehet më. E ardhmja nuk është e sigurt dhe ne jetojmë për sot. Një gjatë tjetër që mund t'ju them është që e kaluara është vetëm një histori. E ardhmja gjithmonë mbetet mister. Por sot është një mundësi. Prandaj, shfrytëzoje këtë mundësi për ta nderuar Perëndin dhe për të ndihmuar njerëzve në çdo aspekt që do të kesh mundësi. Miq të dashur, sonte për herë të parë kemi një ndryshim. Pasi në tërë emisionet që ne kemi pasur deri në këtë ditë, kemi pas musafir të ftuar, të intervistuar meshkuj, burra. Dhe sot duket që po vjen një ndryshim. Dhe kemi një grua. E kemi një zonjë që sonte do ta prezantoj përpara jush dhe është bashkëshortja ime, Ina. Ina, mirë se erdhe në emisionin Një ditë në jetë. Dyton faleminderit për ftesën, edhe unë uroj që vërtet ta kem thyer ata akullin edhe shumë gra le të vinë në emision për lavdi të Zotit. Shumë faleminderit Ina. Tani ti je në emisionin Një ditë në jetë. Dhe sikur çdo i intervistuar më herët. Ata i kam pyetur dhe do të pyes edhe ty, sepse Një ditë në jetë kam një fletushk dhe në të ardhmen planifikoj ta kem një libër. Dhe thanjet dhe citimet e juaja përpara audiencës se si mund ta sjellin këtë realitet që ne kemi një ditë në jetë. Do të kesha pasur dëshirë të marrim edhe një mendim prej teje për dëgjuesit tanë. Atëherë në radhë të parë urime për emisionin. Tema është një temë shumë e spikatur, një ditë në jetë, dhe një ndër opinionet e mia, ose unë do t'i referojmë dhe asaj çfarë Bibla thot, në fakt kur i referojmë një ditë në jetë nuk është që audiencën ta trambim, por një ditë në jetë është për të ndërgjegjësuar, edhe ndonjëherë që çfarë mund të bëjnë shumë vite, mund të bëj vetëm një ditë e vetme në jetë. Unë di një rast në Bibël kur Zakeu, në një moment ai ishte një tagrambledhës, takon Jezusin, edhe Jezusi i thot, sot unë do të vi në shtëpinë tënde. Pra Jezusi i referohet dhe thot sot. Ne dim në një rast tjetër, duhet përmend edhe një rast tjetër që ka të bëjë me gratë. Unë di një rast në Bibël kur gruaja me fluks gjaku ishte e sëmur prej 12 vjetësh dhe ajo çfarë bëri një ditë vetme ndryshoi historinë, ndryshoi rrjedhën e gruas me fluks gjaku. Ajo kishte 12 vjet që harxhonte para për mjekët, por nuk ishte shëruar. Dhe vetëm një ditë në jetë ishte që ajo takoi Jezusin. Ajo takoi atë fuqinë që ishte që vinte prej Jezusit dhe jeta e saj ndryshoi. Ina, shumë faleminderit, në bazë të asaj çfarë ti e ndave me neve, unë e kuptova në këtë mënyrë, që sot ti mund të jesh i vizituar nga Jezusi. Dhe sot mund të jetë një pikë kthese, transformimi, shërimi dhe mrekullie në jetën tuaj, ashtu sikur ndodhi edhe me atë gruan që vendosi që sot në kohën e saj të shkon dhe ta prek Jezusin. Faleminderit shumë. Ina, sot, apo sonte në këtë emision, ti je këtu dhe ti je autore e librit Personi i frymës shejt. Libri i yt i shkruar është i ndarë në 4 kapituj, që automatikisht na jep neve me kuptu që ne duhet të kemi ty 4 emisione për të folur për të gjithë librin, kapituj të ndryshëm. Por, sonte, ne do të fokusohemi në kapitullin e parë që ti e ke titulluar Mjeshtria në krijim. Por, para se të shkoj atje, tek pyetja e parë, të na flasësh në lidhje me librin. Ina, a mund na tregosh ti se si lindi ky frymëzim për të shkruar këtë libër? Cili ishte momenti apo përvoja që ju shtyu drejt këtij titulli dhe kësaj teme? Atëherë, duke bashkangjitur dhe me pyetjen e parë, kur më thatë në lidhje me një ditë në jetë, unë e besoj fuqishëm që
Vetëm një moment i frymës së shenjtë edhe mund të ndryshojë jetën e një njeriu. Atëherë tani do të drejtohem në pyetje, do të kthej përgjigje në pyetjen si erdhi frymëzimi. Unë e falenderoj Zotin sepse që në moshën shumë të vogël, në moshën 13 vjeçe kur unë kam pranuar Jezusin, patjetër që gjithçka që ka qenë një proces, edhe unë besoj që Zoti me kalimin e viteve ai vendos dëshira në zemrën tonë dhe erdhi një moment që unë në një moshë më madhore, më të ndërgjegjshme, e pash veten time që shumica e shënimeve të mia, qofshin ato në Bibël, qofshin ato në një fletore, kishin të bënin vetëm me frymën e shenjtë. Dhe unë nuk kam dashur thjesht një përvojë të bukur, dhe këtë gjë e kam cekur edhe në libër. Unë nuk kam dashur me Perëndin që të kisha thjesht vetëm një përvojë të bukur. Unë e ndjeja që Perëndia kishte akoma më shumë për të më dhënë. Dhe në një moment driton kur unë shikoj që të gjitha shënimet e mia kishin të bënin me frymën e shenjtë, me dëshirën time për të njohur akoma dhe më shumë Zotin dhe për të njohur dhuratat që Perëndia i jep. Unë në një moshë shumë të vogël kam dashur të kërkoj dhuratën e gjuhëve të panjohura apo unë kam dashur në atë kuptim të ecja mbi supernatyroren. Sepse unë besoj që ka një gjë vetëm shumë të vogël që e ndan supernatyroren nga natyrorja dhe ai është besimi. Edhe unë besoja që Perëndia mund të më jepte shumë gjëra kur unë këtë dhe duhet ta theksoj, që shikoja pastorët e mi apo njerëz të tjerë në për adhurim, që ata kishin një përvojë ndryshe me Perëndin. Dhe unë e doja këtë gjë, unë kam qenë ajo ina që thosha Zot, unë e dua këtë gjë që ta kem. Por pa tjetër që ishte në kohën e Zotit, Zoti pa zemrën time, edhe një gjë që unë dua të them dhe e kam thënë gjithmonë me shumë përullësi, unë e kam thënë që dhe jam lutur, Perëndi, Jezus mos më bëj që unë të dashurohem me dhuratat e tua, por unë duhet të dashurohem me ty. Sepse është njësoj sikur ti të duash dikë dhe vetëm dhuratat që ai të jep, por mos të duash prezencën e tij. Unë kam dashur prezencën e Perëndis, unë kam dashur prezencën e Jezusit dhe unë kam kërkuar diçka më shumë. Dhe kjo ka ardhur në një moment si zbulesë në jetën time. Unë kam kuptuar që vetëm prezenca e frymës së shenjtë mund t'i bëj vend Jezus Krishtit. Prezenca e frymës së shenjtë do të sjellë në ty atë fuqinë që është në Jezus Krishtin dhe ti të mund të operosh mbi supernatyroren. Më kujtohet një rast kur Maria, ajo ishte një grua që ju bin vullnetit të Zotit. Dhe angjëlli i Zotit, dua ta theksoj këtë varg në Bibël, i thotë që pushteti i shumë të lartit do të vijë mbi ty. Edhe pushteti shumë të lartit, lavdia Jezus Krishtit, mund të vijë në një person të vetëm, edhe ai është personi i frymës së shenjtë. Unë driton deri në momentin kur unë e kam marrë një zbulesë se kush është fryma e shenjtë, unë e kam kërkuar dhe unë e kam marrë zbulesën që fryma e shenjtë është një person. Edhe unë nuk mund të rria apo akoma unë nuk mund të ri pa i treguar dikujt që fryma e shenjtë është një person. Fryma e shenjtë nuk është thjesht vetëm një fuqi, fryma e shenjtë nuk është vetëm ujë, zjarr, erë, por fryma e shenjtë është personi i tretë i Trinitetit të Perëndis. Kjo është edhe biblike. Është Ati, Biri edhe fryma e shenjtë. Ata kanë të tre të njëjtin rol, të njëjtin funksion, por në mënyra të ndryshme. Edhe unë besoj driton edhe më vjen shumë mirë që e kam këtë mundësi dhe unë dua të falenderoj për emisionin tuaj, falenderit të vështatës për këtë mundësi. Unë gjithmonë ka qenë në zemrën time që shumë njerëz ta kuptonin që fryma e shenjtë është person. Fryma e shenjtë është person, ai mund të flasi, fryma e shenjtë është një person ndoshta edhe shumë i afërt, më real se sa unë edhe ti jemi duke folur bashkë të dy. Fryma e shenjtë ka emocione, fryma e shenjtë mund të trishtohet, fryma e shenjtë gëzohet bashkë me ty. Dhe unë besoj me gjithë zemrën time që fryma e shenjtë ka shumë dëshirë që të manifestohet. Ka dëshirë të manifestohet në kishën, ka dëshirë të manifestohet në jetën tonë. Unë i kam thënë Zotit diçka, kam thënë që Zot shumë e rëndësishme që ti të rritesh edhe ne të zvoglohemi. Nëse ti doj që të bësh një punë nëpërmjet meje, ti duku, unë do të bëj punën tënde. Por nëse do ta mendojmë që ne duhet të zvoglohemi, ne mos të duket vetëm prezenca e Zotit, kurse fryma e shenjtë, ai ka shumë dëshirë që të manifestohet, edhe kjo e mbush zemrën time me gëzim. Ndonjëherë unë e kuptoj që është e vështirë që shumë njerëz ta perceptojnë, ta kuptojnë
që fryma e shenjtë si mundet të jetë një person, dhe kur i referohesh frymës së shenjtë si një person, ndonjëherë duhet të kemi dhe kujdes, por unë besoj që është një zbulesë që merret vetëm nga Perëndia. Ina, përdesa po të dëgjoja në lidhje me kjo se si u inspirove dhe pse ishte ky titull, pra audiencën, unë kam dëshirë që ti ndoshta ty ndihmosh njerëzve që ndoshta janë duke kuptuar, ose duke menduar tani ndoshta shkruaj një libër apo diçka. Sa ishte një periudhë kohës që tu dash ty, domethënë, me gjitha këto meditime dhe me gjitha këto momente, domethënë që të vish deri në përfundim të librit dhe një pyetje tjetër që ndoshta shkurt mund të përgjigjesh, a je duke menduar që të kesh një pjesë të dytë të këtij libri? Në fakt, kur më the në fillim që Ina janë 4 kapituj dhe të duhet 4 emisione, ndërkohë që Ina si është dashur më shumë se 4 vite apo më shumë, unë ta thashte që në fillim, unë gjithmonë në përshënimet e mia apo në nënvizimet e mia që unë do të kisha në Bibël, ishte diçka e lidhur gjithmonë me frymën e shenjtë, me dhuratat e frymës së shenjtë, dhe unë i mbaja gjithmonë shënim. Edhe ndonjëherë më vjen keq që shumë zbulesa që i kam marrë nuk i kam shkruar. Dhe shumë herë kam thënë, Zot, çfarëdo që ti do të më thuash në lutje, unë do t'i shkruaj të gjitha. Çfarëdo që unë do të ndjej në momentin kur lexoj, unë do t'i shkruaj, sepse shumë shënime dhe nuk i kam mbajtur, shumë shënime dhe më kanë humbur. Unë u desh shumë vite, por mbi të gjitha u deshën edhe përjetime, sepse unë kur e kam shkruar librin, unë duhet isha shumë e ndërgjegjshme çfarë po shkruaja, por në anën tjetër unë do të kisha dhe një marrëdhënie personale me Zotin, sepse ashtu si thashë në fillim që është shumë e vështirë që të shkruash për frymën e shenjtë, ka njerëz ne mund të gabojmë, por unë kam vendosur që shkrimet t'i ndërthur me përvojën time personale dhe t'i hidhja në një letër. Nëse jam duke menduar apo jo për një libër tjetër, unë besoj që Zoti ka kohën, nëse Perëndia do të më therrasi për një libër tjetër, ai do të më pajisi, do të gjendet mundësia, koha, nuk e di. Unë shpeshherë si person, unë si Ina mundohem që kur unë marr përsipër për të bërë diçka, fokusohem vetëm në atë gjë. Tani nuk e di, sepse edhe emisioni apo edhe gjëra të tjera, edhe unë besoj që do të vi koha kur do të fokusohem 100%, por edhe përsëri unë besoj që fuqia e Perëndisë mund të bëjë që në mes të shumë vështirësive, problemeve, shumë e zënë sa mund të jesh, nuk e di, por kurdo që të vi koha, unë do të them amen. Okej, atëherë në bazë të kësaj që ndave ti, në bazë të përvojës tone, përjetimeve tuaja, dhe unë në bazë të përvojës time dhe përjetimet e mia, i drejtohemi dëgjuesve dhe ju themi që një laps dhe një fletore është mirë ta mbajnë afër, t'i shkruajnë gjërat, sepse ato shënime një ditë mund të kthehen, ndoshta edhe ndonjë këngë, ndoshta mund të kthehen edhe ndonjë libër. Patjetër. Atëherë Ina, le të kthehemi tek libri yt i parë. Thash janë me 4 kapitull, por sonte do të flasim vetëm për kapitullin e parë. Atëherë, a mundesh për dëgjuesit që ndoshta të gjithë nuk kanë pas mundësi dhe ende nuk e kanë mundësinë ta kanë librin tënd në duar, e din që e ka në vende të ndryshme, edhe ju dëgjues mund të na komunikoni mbrapa në mënyra të ndryshme, domethënë qoftë nga TV7, qoftë në mënyra të ndryshme kudo, për na gjetur domethënë për librin e personit frymës së shenjtë, por për dëgjuesit tanë, çfarë do thotë kjo mjeshtria në krijim? Atëri kapitulli i parë, mjeshtëria në krijim, flet se si. Prandaj thash dhe në fillim që gjithçka që kam shkruar e ka baza biblike, edhe është referuar vargjeve në Bibël. Në fakt kur fillova të studioja në lidhje me frymën e shenjtë, e parë se nga zanafilla deri te zbulesa, ishte shumë e dukshme dhe ishte shumë evidente roli i frymës së shenjtë. Dhe kapitulli i parë unë e kam marrë frymën e shenjtë, rolin e frymës së shenjtë, punën e frymës së shenjtë në çdo kapitull të Biblës. Nga zanafilla, kur në fillim thotë që në fillim fryma e Perëndisë fluturonte mbi sipërfaqen, pra nga fillimi, duke marrë pastaj tek Eksodi, Levitiku, ligji për të rirë, dhe Zoti më ka hapur syt. Zoti më ka hapur syt për ta parë që fryma e Perëndisë ishte fryma që vinte si një shushuritje e ëmbël kur erdhi tek Elia. Fryma e Perëndisë ishte fryma e forcës që erdhi te Samsoni. Fryma e Perëndisë ishte fryma e guximit që erdhi te Davidi, që ishte vetëm një djalosh. Fryma e Perëndisë erdhi te shumë gra, erdhi tek
Esteri. Fryma e Perëndis erdhi dhe ndryshoi rrjedhën e lutjes tek një Ana që u lut për Samuelin. Fryma e shenjtë është edhe duke kapur deri tek zbulesa, kur thotë që fryma e Perëndis është dhe ishte u dha një zbules, pra fryma e Perëndis është vetë fryma e zbulesës. Dhe mjeshtëria në krim është aq e ndërthurur Bibla dhe ka një harmoni aq të bukur nga zanafilla deri te zbulesa dhe është aq shumë e dukshme roli edhe puna e frymës së shenjtë. Kjo është pra kapitulli i parë përfshin rolin dhe punën që fryma e shenjtë ka bërë që në fillim të krijimit deri më sot, duhet ta theksojmë. Unë dëshiroj të pyesina nëse ti ke diçka që ende nuk e ke thënë me neve në lidhje me këtë kapitull, sepse sot ende nuk e folë vetëm për kapitullin e parë dhe që për audiencën që janë duke na dëgjuar, çfarë i pret apo i inkurajon që audienca kur ta lexon këtë libër të gjejë në kapitullin e parë. Atëherë, nëse ka diçka që do doja t'i inkurajoja, edhe kjo është edhe ka dhe baza biblike. Unë prap dua ta përmend që nëse ne do të kalojmë në situata apo ne do të kalojmë në vështirësi, mua më pëlqen shumë për shembull tek Psalmi 23 thotë, edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, por dikur më kujtohet një pastor më ka thënë Ina, ne ecim në luginën e hijes së vdekjes në frymë. Dhe çfarëdo që të jemi duke kaluar në frymë, ne kemi situata si besimtarë që kalojmë, ndoshta kemi vuajtje, kalojmë në për shumë procese, kalojmë në ndoshta do të na duhet të përballemi me Goliathët e jetës tonë. Unë lutem që fryma e shenjtë është fryma që ishte në Davidin që e bëri atë guximtar edhe të mundte një Goliath. Fryma e shenjtë është fryma që i dha favor Esterit te mbreti. Ndoshta ne nuk e dim, domethënë dhe Bibla nuk tregon se nga cila familje erdhi Esteri. Ndoshta një vajzë apo një grua nuk mund të thojë domethënë nga çfarë familje ka ardhur, nga backgroundi i saj, nga një familje krishtere apo jo, por unë dua të them që dhe dua të theksoj që fryma e Perëndis është fryma e favorit dhe Perëndia çdo gruaje, çdo vajzë, çdo burri mund t'i japi favor. Ishte vetë fryma e Perëndis që dha favor me Asueron, me mbretin. Fryma e Perëndis ishte dhe fryma e guximit apo fryma e trimërisë që ndodhi tek Samsoni. Samsoni në një moment tha, por unë jam më i vogël nga fisi im, çfarë mund të bëj unë? Por fryma e Perëndis i dha frymë, i dha forcë. Fryma e Perëndis ishte fryma të Danieli, që ai u desh të përballej me gropën e luanëve. Fryma e shenjtë i dha Shadrakut, Meshakut, Abednegos, edhe pse ishin në mes të zjarrit, domethënë çfarëdo kudo që të jemi në mes të zjarrit, çfarëdo situate që do të kalojmë, fryma e shenjtë është personi i tretë i Trinitetit të Perëndis që do të ndihmojë ty. Ai është miku jot, ai kurrë nuk do të lëri. Fryma e shenjtë është frymë e guximit, e forcës. Këto pra janë ato që unë mund të përmend. Është fryma e vizionit, është ne dim domethënë që fryma e Perëndis i ka folë shumë profetëve, apostujve, është fryma e vizionit, patjetër. Atëherë, Ina, shumë faleminderit për këtë shërim. Unë besoj që dëgjuesit sadopak i ke bërë më të ertë dhe më të uritur që ta kenë këtë libër sa më shpejt në dorën e tyre për të mund ta lexojnë dhe ta studiojnë në lidhje me personin e frymës së shenjtë. Ina, ju jeni gjithashtu edhe duke organizuar një konferencë për gra dhe vajza në Gjakov dhe ky është viti i 6 dhe këtë vit e keni titulluar me temën Zëri i luftëtarës. A mund na tregoni shkurt? Domethënë se datën, vendin, çfarë bën të veçantë kjo konferencë, çfarë prisni nga pjesëmarrësit, a ka ndonjë simbolik që ata duhet të kenë dhe kush janë disa nga folësit në këtë konferencë? Atëherë, aktualisht është viti 6, jam duke marrë me organizimin e konferencës së grave. Kjo ka lindur si një vizion edhe në momentin që ndoshta unë as nuk e mendoja, ka ardhur si një vizion. Kjo konferencë ka ardhur në ekzistencë, unë besoj nga Zoti. Është viti 6. Këtë vit kemi pasur folës të ndryshëm nga Amerika, nga Shqipëria, nga Kosova. Ky është viti i 6, tema është Zëri i luftëtares, përsëri unë dua ta lidh me frymën e shenjtë që unë mendoj që një grua që
që do që zëri i saj të jetë një zë luftarak, të jetë një luftëtare, unë besoj që një grua duhet të jetë shumë e mpret për ta dëgjuar zërin e frymës së shenjtë. Sa herë që do ta dëgjoj zërin e frymës së shenjtë, një grua zëri i saj do të ketë jehon dhe do të jetë një luftarake. Kjo ka qenë ajo temë çfarë unë kam pasur në zemër. Në datat 29 edhe 30 maj do të jetë një konferencë dyditore, kemi konferencën e grave, edhe unë dua ta bëj një thirrje që për të gjitha gratë në Kosovë, në Shqipëri, ne ju presim në Gjakov në atë kohë. Këtë radhë e bukura është sepse ne kemi vendosur që të vinë edhe gra nga Maqedonia dhe vjet në fakt kemi pas nga Maqedonia, nga Malizi, nga Kroacia, dhe ne po shikojmë që me hirin e Zotit gratë të përjetojnë prezencën e frymës së shenjtë, gratë të përjetojnë prezencën e vet Jezusit. Dhe një gjë që është e veçantë edhe këtë vit është sepse si çdo herë, kjo është bërë tashmë si një traditë, vajzat vishen me bluza të bardha. Dhe nëse do më pyesësh pse me bluza të bardha, është sepse në zemrën time ka qenë gjithmonë që ne të jemi të gjitha njësoj, pa marrë parasysh. Ne në sytë e Zotit jemi njësoj, pa marrë parasysh nivelin ton kulturor, arsimor, backgroundin ton, unë besoj që ne jemi njësoj në sytë e Zotit, dhe kjo është një konferencë tashmë që është bërë traditë që vajzat dhe gratë vinë me bluzat të bardha. Ndër 5 vite që me hirin e Zotit, fryma e shenjtë, personi frymës së shenjtë ka qenë ndihma më e madhe për mua. Pa përjashtuar edhe bashkësim familja, që ka qenë një ndihmë shumë e madhe dhe ne jemi mobilizuar të gjithë. Për këtë vit është hera e parë dhe jam shumë e lumtur, jam e privilegjuar që do të jem folse në ditën e parë të konferencës, pastaj do të kemi një grua shumë të perëndishme nga Maqedonia. Hilda do të vi dhe është një grua, vërtet një grua e perëndishme, dhe unë besoj që ajo ka një mesazh të fuqishëm për gratë dhe për vajzat, dhe ditën, do të them përsërit të shtunën, unë e kam privilegjin që dhe unë besoj që është një bekim për Gjakovën, për gratë që do të vinë në Kosovë, në Shqipëri. Folse këtë radhë është Eriona Grabocka. Ajo është një evangeliste, është një vajzë që Zoti e ka përdorur fuqishëm në Amerikë që ajo të predikojë dhe të ndajë mesazhin e lajmit të mirë të Ungjillit nëpër stadiume. Dhe unë di që herën e fundit para 2 javësh Eriona organizoi në stadium dhe kishte një numër shumë të madh. Dhe unë kam qenë vërtet shumë e privilegjuar që Eriona Grabocka do të jetë folse këtë vit në konferencë. Unë besoj, unë e ndjej në zemrën time që do të jetë një ndër konferencat që ne do të shohim shumë shërime, shumë mrekulli, dhe do të jetë, nuk e di pse unë e kam në zemër që këtë vit do të jetë me një numër shumë të madh, sepse unë besoj që sa herë që Jezusi dhe në Bibël ai bënte një shërime dhe një mrekulli, të gjithë e merrnin vesh, qyteti e merrte vesh, lajmi shpërndahet. Edhe unë besoj që do të ketë shenja, do të ketë mrekulli, do të ketë jetë të ndryshuara. Me hirin e Zotit, unë besoj që do të jetë diçka shumë e bukur për lavditë të Zotit. Amen. Dhe gjitha këto gra dhe vajza që do të jenë të interesuara me ardh, një mundësi si mund të kontaktojnë, si mund na kontaktojnë, çështja e akomodimi. Atëherë, gratë dhe vajzat, ne jemi bekuar për të bekuar të tjerë, dhe ne kemi vendosur që këtë vit konferenca ne kemi menduar, domethënë, edhe për fjetjen e tyre, dhe ne vetëm mund ta kontaktojnë në rrjetet sociale, edhe pse unë shpeshherë më duhet që me miqtë e mi, mikeshat e mia, i dërgoj, domethënë, ftesën. Ftesa do të jetë publike edhe në Facebook, edhe si gjithmonë, domethënë, ata na kontaktojnë edhe marrin më shumë informacione, edhe pse besoj që kemi dhënë një hapësirë goxha, domethënë, për informacionin e konferencës së grave. A do të ketë një datë limitizuar çështja e regjistrimeve apo konfirmimeve? Besoj që do të jetë deri nga data 20, unë besoj që deri nga data 20 maj ne mund të konfirmojmë. Unë dua të them vetëm kaq, të gjitha grave dhe vajzave, mendoni vetëm për një bluzë të bardhë dhe ejani në konferencë për të bekuar. Okej, shumë bukur. Kur po flese për bluzat e bardha, unë kam pa dëgjuar një shprehje. Dhe shpreha ishte kjo: e dini ju, gratë dhe vajzat, pse gëzoj më shumë të në ditën e dasmës? Sepse është vetëm një ditë që nuk keni mendu se çka keni me vesh atë ditë. Se çfarë do vesh. Kështu që atë ditë keni vellën e bardhë. Dhe të gjitha gratë dhe vajzat do të vinë thjesht një bluzë të bardhë dhe le të dukemi ashtu sikur një pamje angjëllore për para Perëndisë, dhe të besojmë Zotit për gjërat e mëdha në atë konferencë.
Ina, po afrohem me i fundit të kësaj interviste bashkë me ty që patjetër që do të kemi intervista tjera në lidhje me librin dhe gjëra tjera. Por, a ka diçka që kam të përfundë, një mesazh për ata që duke na dëgjuar neve? Një mesazh, nëse do të jepja një mesazh dhe një mesazh që do ta kisha vërtet në zemër, është që në kohët e vështira që po kalojmë, në mes të situatave, në mes të vështirësive, e di që Perëndia do të sjellë gjithmonë njerëzit e dur në shtegun ton. Unë jam e sigurt Perëndia do të sjellë gjithmonë njerëz që do të bëjnë që shërbesa jote të eci përpara, thirrja jote të eci përpara. Por unë besoj që të lutem, mbështetuni te personi i frymës së shenjtë. Personi i frymës së shenjtë është person që nuk do t'ju lëri kurrë dhe unë besoj që pushtet e vetmja gjë që ne na duhet në jetë për të operuar mbi supernaturoren, unë besoj që nuk jemi ne, nuk është intelekti jon, nuk është sa ne dim, por e vetmja gjë që ne na duhet në jetë është vetëm fuqia e frymës së shenjtë. Ju lutem, edhe këtë gjë unë e kam një lutje edhe për veten time, është shumë e rëndësishme fjala e Perëndis, marrëdhënia personale me Perëndis. Edhe unë besoj që Bibla thot afroni tek Perëndia dhe ai do t'ju afrohet juve. Sa herë që ne do të kërkojmë për t'u afruar te Perëndia, unë besoj që gjithmonë Zoti do të afrohet tek ne. Afroni tek Perëndia edhe ai do t'ju afrohet juve. Ky është mesazhi që unë kam. Ina, shumë faleminderit për kohën. Ne ishim të nderuar të kemi mysafir në emisionin Një ditë në jetë. Faleminderit shumë Driton, edhe unë ju uroj vetëm suksese. Të njëjtën gjë që unë kam thënë gjithmonë edhe për veten time në moment kur kam shkruar librin dhe misionin që unë kam, unë kam thënë gjithmonë që Jezusi të rritet edhe ne të zvoglohemi. Amen. Dëgjues të dashur, sonte ishim me të intervistuaren Ina Gashi. Shërben në Bashkësinë Familja, gjithashtu edhe në programin emisionin javor E dashur dhe e zgjedhur dhe autore e librit Personi i frymës së shenjtë. Unë sonte do t'ju loj juve duke lexuar faqen e fundit të kapitullit të parë të shkruar nga libri Personi i frymës së shenjtë dhe ju që i keni librin e Inës është faqe 29, po e lexoj kështu. Fryma e shenjtë në Bibël është një krijues i përsosur. Është një frymë diturie, urtësie, zgjuarësie. Fryma e shenjtë është fryma e udhëheqjes, e aftësisë dhe fryma e përparimit. Në shumë persona në Bibël e pam frymën e shenjtë të Samsoni, e cila është fryma e forcës mbinatyrore dhe një frymë që jep trimëri dhe guxim. Tek Elia, pra është ajo shoshëritja e ëmbël. Tek Esteri është fryma e favorit me njerëzit. Tek Samueli është fryma që flet nëpërmjet teje. Fryma e shenjtë është miku, shumë i mirë, sepse luan rol të rëndësishëm në shërbesën dhe thirrjen tonë. Është fryma që jep jetë. Është fryma e jashtëzakonshme e njohurisë dhe zgjuarësisë dhe fryma rrezulluese dhe e ndershmërisë dhe fryma e shpresës dhe gëzimit. Paqja dhe gëzimi i Zotit qofshin me ju kudo që jeni. Mirë takofshim në emisione tjera. Zoti beqoftë shumë.